Krahin? Kjo. E ke tentuar të bësh vetvrasje? Pse? Se atë natë u më rëndoj shumë më fort. Bashorti. E bëj ke banja testin djalit, se djali nuk është i jemi. Pale edhe sa tjeri ke prunë në shtëpi, kur unë nuk jam pa këtu. Ma i se ndodhi gjithë kjo, shkova në spital, ma ke pëndorën, nuk theva apet në shtëpi. Unë dosha të shkoj, nuk dosha të rrimë, se tim ke pru deri në çkët gjendje, që unë tentoj të baj vetë vrasje me të panë të lafe që i ke thonë, nuk ja vlen unë trikë. Pa i vetë kërkoj të kthehesh shtëpi. E pastaj pse të rëndonte me fjalë? Jemi me një zonjë e cila zonjë sa mund të quhet, sepse është shumë herë është 20 vjeçare, por jeta e saj e vështirë ka filluar që në moshën 16 vjeçare, atëherë kur edhe për herë të parë familjarët e kanë vendosur që ajo të hyje në jetën bashkëshortore, e kanë martuar e më pas kalvari i vujtjeve i ka startuar që në atë moment, sot mosën një 20 vjeçare, ajo ka një roman të tërë për të shkruar se çfarë ka kaluar, por esenca e kësaj videos është në disa pika që dua të ndalem, fillimisht gjatë raportimit të dhunës, puna e bërë keq nga policia, policët të cilat me fakte dëshmi e kanë tentuar të ngacmojnë seksualisht pasi ajo ka raportuar dhunën, policët e kanë kërkuar nga policia vendodhjen e saj. Ajo për këto vite ka jetuar 4 muaj edhe në strehimore nga enti për punë sociale, ka raportuar me qindra herë ish bashkëshortin, edhe pse ka ndalesë, mbrojtje për të përsëri i cili nuk e le të qetë, e ka keq trajtuar deri në një ditë në cilën ajo ka tentuar edhe vetvrasjen. Në një moshë që duhet të lulëzonte, vajza është në fund të greminës, strehuar në një ambient në cili nuk është as këtu e sigurt, as nuk është ambienti i saj, po thjesht po strehohet për të ikur se nuk ka ku të kthehet. Familja nuk e ka përkrahur, bashkëshorti i dhunshëm, tek enti për punë sociale ka qenë 4 muaj dhe tani prap ka ngel pa rrugdalje. Ti edhe nëna e një djalit? Sa i ka tash djali? 1 vjet e gjys. 1 vjet e gjys. 16 vjetë u martove, për 3 muaj thaë, Unë dajtëm. filloi konflikti Po. me bashkëshortin. Ofendime, fjalë. E në kanë e pa dëshirume në atë shtëpi, për në fillim, për kur kom hinë atë shtëpi. Në një moment ti vendose që ta lajmërosh në polici. Ajo pika ky që është që ti edhe pse e ka lajmëruar të ëmën tënde, familjen e prindërve se ke dhunë, ato përsëri të kanë thënë që rina atë ambient. Po. Edhe? Duro, se kena duru krejt. Do bot, mirë, një ditë kamera, do përmirësohet, do vjera majnë nuk kish që përmirësohet. Kur ishte momenti që ti lajmërove enti për punë sociale, policinë? Isha shumë, edhe nume e rreft isha atëherë. Pa çfarë ndodhi që ndodhi ajo, dhuna? Ishte se për ato mu që në kanë ndam, kisha fakte që ai ka pas lidhje me nusën e djalit mingjës, në nusën e kushërinit ati. Kisha fakte. Edhe u pata ule dhe i pata kallëzu babës vetë, apetën nuk e kum bor asë në madhë, asat nuk e kum vetë pse, as nuk e kum marrë në pyetje kur gjo. Veç pata ule dhe pata fol me babën e vetë, je pata kallëzu krejt qështu është puna, ajmë veti sa i e sigurt, ta shumë jam e sigurt. Shko tha pusho, kur do qohëm, tha on, do mirën vesh, do e sosu tha tha këtë muhabet. Po. A monana vetë për jashtë, e ka një këtë muhabetin, aty u bëhe madhe. Ajo doj ke fajnë mut malane. Po dhe ti më shelesh në sopë ka gjysë hati, ku ta di unë shka ban ti në sopë tane. Të ofendua edhe ty. Po. Doj ke që kretë këtë shigjet, apet ka unë ta ktheje. Për ta mbrojt djalin e vetë. Edhe? Edhe për që ata më ka pasërej. Pse më ka pas zonu, më ka pasërej, sebe pse i kum kallëzu babës vetë. Se marre halkit me marrë vesh, për kur e marre pse e ban. Po ta lajmëron polici, më policia nuk e dishin adresën, unë telefonin tem nuk e kum pas telefonu për të telefoni i vjerit. Ai patra me flet telefonin e ka pas lanë salon,
Po ta marrë, po ta telefonu edhe kum pas lan policia së në gjeshin adresën, kanë telefonu non stop taj numër. Edhe ato të shtëpis ma e morën vesh se ku o puna. Edhe pa ta dalë, pa ta shku te komuna në Shutk. Edhe pite njerëzit që kanë kanë aty, kum pas të mbruapet. Po. Tani policia kanë ardhur aty, son stacioni nuk e kum ditë kua. Po. Më pa të në qu drejt në stacione, pa ta bo vërtetimin. Edhe më pa të në qu edhe atëherë të shelter center që i thonjë. Po. Pa ta një 10 ditë, masane që se kisha përkrahën e familjes hiq. As pak familja ju të përkraje. Ti 17 vjeçare. Kur gjo hiq përkrahje edhe djalin e kum pas lind para kohë, në 7 muaj. I ka pas veç 3 muaj, u kanë pak i dopt. Normal. Edhe apet, më thirrën, hajde kena mu përmirësu mush në men, s'kum pas nevoj për kur gjotë mush në men. Ma si kum nejt, kum duru, jam këthy 100 Herë. E tash edhe kur i përi fëmiu prap, 6 muaj pas 3 muajve prap, përsëri kishe një dhunë. Në dhunë ka pas në stop. Gjatë gjithë kohës ka dhunu. Gjatë gjithë kohës ka pas dhunë. Pa ta punu, pa ta gjetë. 2 muaj pa ta jetu vetë, aj non stop. Te puna, te shpia. Tash në kohën që ti kishe masa mbrojtje, edhe ishe në punë, a i lajmëroje përsëri në polici? E pse policia nuk merrte masë ndaj atij? Ti më the se edhe 1 vit ka kalu që kur ke fillu procedurën e divorcit dhe ende nuk ne do ta shohim ne si pas cenzurë, domethënë ta ndjekim rastin tonë prej atë moment kur ti ke ardhur raportojsh te ne. Ma unë do të merrem me çështjen tënde, sot ne vetëm të tregojmë rastin si një rast i përveçëm për një shqetësim të përgjithshëm dhe më e keqja që fatkeqësisht japësh fund jetës për një problem i cili sigurisht që ka zgjidhje. Ti 2 herë ke shku në qendër strehimore. Je kthy prej qendrës strehimore. S'ke gjetë përkrahjet e familja, prap ke shku te ky bashkëshorti. Ai përsëri e ka bërë të njëjtin veprim. Përsëri të ka dhunë ti, përsëri ke shku në qendër. Tashmë nuk ke shku në qendër, tash ke ardhur në një vend të sigurt, në një qytet tjetër, prej qytetit tënd. Ajo që unë dua ta tregojmë deri te opinioni publik është se sa të keq trajtuara janë këto gra dhe sa të ngacmuara seksualisht kur shkojnë ti raportojnë në polici rastet. Por në këtë rast ti nuk e shku ti të raportosh, ke shku bashkëshorti yt ka raportu rastin. Edhe për të gjithë këto punonjës policor, sigurisht që ti ndaje 2-3 eksperienca të njëjta, edhe për 2 koleget tua, të cilët kanë qëndruar në qendrën strehimore, do të raportojmë dhe do ta kryejmë punën deri në fund. Më tregosh çfarë të kish shkruajt? Ti tregoj bisedën? Po. Ti ish bashkëshorti im para disa ditëve, kur erdha unë këtu, më ka raportu si të humbur. Po. Më telefonun, pite numri i stacionit policor Shutkës, Te Shutka, po? po, nuk e hapa telefonin. Masa e më ka lajmëru polici me numrin e vetë privat. Po. Edhe më tregon që bashkëshortja të ka lajmëru, dosh të vi shtu, thamë nuk jam hiq në Shkup. Edhe nuk mundëm të vi. Po. Kur atë ditë që kum hikun këtu, edhe atë ditë kom një raportu mëja. Okay. Në moment, për shembull, ti largohej bashkëshorti për të stacionit policor në Shutkë, edhe ty me telefonin privat, polici të dërgon fotografi si largohej bashkëshorti yt. Po. Ma dërgon edhe që kanë bisedat, deri tash në stacion shkon, tash e përzuna, më falë për pengesën. Po, edhe ti? I ke thonë për çfarë është ka qenë, po tregoj ke se si ku, jo be i thash unë shumë mirë se mos të pengoj diçka. 21:45 polici tu i thonë bashkëshortës që bashkëshorti ka raportu të humbur, ai mos po të pengoj diçka. I tregova unë tash ti bë dos si të kish me qu jetën mirë, edhe tash si ki me shku vjen, kanë këtu, tash e ke vonë, e tash s'kam çka me bo, po çka me i bo tash, zoti ju dhasht hajrin, edhe ti e ke bloku pas e këtë numër. Po. E blokove pse? E pa e që Se ky pash, kod vardise. Ashtu i në muhabeti si fell e fell, Ma po qatë mirë. ma mirë punë e pastra. Ti të regove edhe një rast tjetër në cilën polici gjithashtu kishte tentuar të ngacmoj. Edhe Ma mua tregoj. dhe shoqën time të ngushtë. E tash, çka e bëjsh? Tash do largohem këtë për ati vendi. Do filloj e tre, në qytet tjetër, nëse do të edhe jashtë shteti, do të një zgjidhje për këtë punë. Kujdes shëndetin të ndëruje. Jeta nuk është
vetëm kjo që e ke kalu, jeta mund tjetë shumë më e bukur për ty, ke përkrahjen tonë, ke përkrahjen e njerëzve të cilat mbase mund të të ndihmojnë, të të paguajnë një qira, të të japin një lloj ndihme, të japin një lloj dore që ti të më këmbesh. Edhe jeto shumë e bukur, ti je vetëm në fillimin e rinisë tënde të cilën mund ta bësh një jetë shumë më të bukur edhe me djalin. Çfarë thotë ndi për punë sociale për djalin? Ky është një rrëfim i një vajze, unë nuk guxoj t'i tham një gruzonjë, jo është një vajze e re e cila është bën nanë një moshë shumë të hershme. Nuk ka përkrahjen e familjes, është e dhunuar nga bashorti, ka tentuar t'i marrë jetën edhe vetes, të bëj vetvrasje, ka shkuar deri në ekstreme, por më e liga e gjithë kësaj, ai nuk ka gjetur asnjëherë përkrahjen e policisë në stacionin policor në Shutk dhe më e vështira është se viktimat e dhunës nuk merren seriozisht, por edhe ngacmohen seksualisht, ashtu siç na i tregoi edhe mesazhe të cilat polici pasi ka treguar vendodhjen, ka tentuar të kërkuar me telefonin e tij personal gjithë procedurat të cilat nuk ka pse ti kishte bërë, ai të kishte edhe më pas, duke i shkruar në WhatsApp, duke ju vardisur, që të bie deri në një kontakt me një viktim të dhunës. E vështirë, por shumë e dëgjuar nga ne si gazetar për të gjithë palët të cilat policët këto viktima nuk i shohin si viktima, por si një karem në cilin grepin e tyre mund të lëshojnë shumë lirë si personi që do t'ju ndihmoj, e më pas të njëjtit do t'i denoncojmë në organet e brendshme të kontrollës brendshme në polici dhe të kenë kujdes për mënyrën se si sillen me palët, veçanërisht viktimat e dhunës në familje. Faleminderit që pranove ta ndash këtë histori dhe më tej dhe vazhdojmë procedurën bazë ligjore.